Përshëndetje dhe mirë se vini në Korrespondent, unë jam Kassandra Pali dhe si çdo javë kjo hapësirë sjell për ju personazhe dhe histori që frymëzojnë nga jashtë Tiranës, në zona ku shpeshherë jeta është më e vështirë, por edhe më e vërtetë. Sigla. Myzeqeja njihet si hambari kryesor I vendit, por kjo pasuri ka ardhur edhe me një çmim të lartë. 4 lumenj që e përshkojnë zonën kanë sjell zhvillim, por edhe rrezik për banorët. Evakuime, përmbytje apo mbrojtje nga uji janë një histori e përsëritur prej dekadash. Materiali që do ndjekim tani është përgatitur nga gazetarja ABC News në Fier, Valbona Davidi. 4 lumenj që përshkojnë territorin e qarkut të Fierit I kanë dhënë këtij të fundit jo vetëm begatit, por edhe fatkeqësitë natyrore. Vjosa, Gjanica, Semani dhe Shkumbini janë ndryshuar faqen myzeqes pas përmbytjeve që shkaktuan. Në vitet 1950, përmbytjet e Semanit detyruan autoritetet e kohës të nisnin epokën e ndërtimit të sistemit bonifikues. Sergej Gekprifti ishte ndër të parët specialistë asaj kohe. Zoti Sergej, përshëndetje. Përshëndetje. Kur ke filluar punë? Në 6 shkurt të 1976. Si specialist në? Topograf në ndërmarrjen e ujëra të Fierit. Me çfarë filluat ju në atë kohë? Ose si ishte sistemi në atë kohë? Pra kishim sistem bonifikues në atë kohë? Po, ishte ndërtuar dhe vazhdonte ndërtimi I fushës së Xharës. Pas bonifikimit që u bën në 1964 me ndërtimin e hidrovorit. Filloi të bonifikohesh 12.000 hektarë të Oxharës që ishin këneta. Dhe kur themi bonifikim kemi fjalën për kanale kullues. Po, ndërtohen ato të partë të sistemit të kulluar me kullimit. Po. Mbas mbarimit të kullimit filloi nga sistemi I vaditjes. Dhe bile janë të tëra, shumica e kanaleve ishte pjesë ranore të tëra janë të veshur me pllaka betoni. Për vaditje po çka që shumë I që sipërfaqes nuk arriti dot të jepte asnjë lloj prodhimi se s'bënte. Ishte nga kënet, nga gjë moçalore nuk kishte çfarë prodhimi. U mboll në 76-ën në Oxhar të re, u mbollën të tëra kulturat bujësore, të marra kemi nxjerr me ekskavator, dhera deri në 3 metër thellësi të zemrës së kënetës, ka dalë torf. U mbollën nga të tëra çfarë kulturash mbilleshin në myzeqe dhe si përfundim nuk arritët të prodhohesh asnjë gjë nga e torf që ashtu aty. Nga tokat ranore. Domethënë përbërja e saj mekanike sado të ashtu nuk kishte për të dhënë të shfryzim, domethënë për gjitha investimi të jepte rendimente domethënë të shpërblesh. Myzeqeja mund të mos ishte hambari bujqësor nëse nuk do kalonin përmes saj 4 lumenj. Semani ka bërë mirë që e kam vënë në atë se është një lum që është lum fushor, si thonë mohabetit. Ndërsa Vjosa është lum malor. Vjosa gati 2 kilometra nga uremi folit hyn në zonë fushore. Pra ndej është tër zhavor, është domethënë që ka pendes me 1/1000 që nuk mbahet, është I pjert. Ndërsa lumi Seman që ku bashkohet me Devollin, bie në shtrat me pjersi fushor. Por, fati e ka ndihmuar ose Perëndia e ka bërë që lumi o sum, për rrjedhën që ka që nga Erseka e këtej, neve na vjen për 12 orë në urë të Morosarit. Ndërsa, lumi Devoll na vjen për 24 orë lumi Korçës, me fjalë na vjen për 24 orë. Se po të kombinojnë të dy bashkëta bën katastrofën e madhe. Pra, nëse do të bashkohen, ka ndodhur ndonjëherë? Ka ndodhur, sigur. Kjo ka ndodhur në vitin 71. I arriti, domethënë erdhi më përpara Osumi, por pa u boshatisur se vazhduan rreshjet, se 71-shi mbahet është në ato si I thonë mohabetit njerë 30 vjetë ose njerë 20 vjetë që bete keqja, se edhe në 31-shin në bazë atyre statistika që ka instituti ketë, që kanë qenë këto prurje dhe në bazë atyre janë bërë studimet edhe të argjinaturave. Edhe Gjanica ka bërë kërdim.
thonë. Po, ka bërë. Kur e Po mban ishte më të parë Gjanicën? Që i vogël. Si që përmbyste? Po që përmbyste, sa herë që binde shi, do dilni nga shtratit të tëra se çdo gjë edhe ka atë bukurinë që kalon në qytet, por hidh mbeturina, hidh gjëra këto kështu, ja zu shtratin fare. Të paparashikueshëm, por me vija të caktuara si pika kritike të prurjeve, pas të cilave banorëve të zonave përreth u mbetet vetëm një rrugdalje, evakuim masiv. Këto janë të ministrisë, dhe unë e kam kopjuar për vetë time. Kjo është lumi Vjosa, hidrometri në lumi Vjos. Jo sa thot ai, Vjosa e ka, me madhe se ka që ka vajtur kur asnjëherë Vjosa. Në 701, në 71 e re. Mes 4 lumenjve që formsojnë Myzeqen prej 1000 vjeçarësh, Vjosa dhe Semani janë më të rrezikshmet. E para është lumi Egër dhe i dyti bashkimi 3 lumenjve të tjerë. Si lumi më i gjatë pas Drinit, me gjatësi prej 281 kilometrash, Semani është bërë shkak për ndërtimin e njërës prej veprave më të mëdha hidrike në vend, argjinaturës me të njëjtin emër. Kishte argjinatura? Po, kishte filluar argjinaturat, edhe këto argjinatura ishin të përfunduara se kanë mbaruar në 1974. Do me thënë, argjinaturat me kuat projektit të tëra ishin do me thënë, u bën që të përballojnë të plotat deri në 1300 metro kub ujë në sekond, lumi Semani. Po. Argjinatura më e madhe në fakt në Republikë është e Fierit. Në gjithë vendin është e Fierit. Është 74.5 kilometra. Që fillon? Që fillon krau majt i rrjedhës, lumit që merret zakonisht gjithmonë rrjedhje nga ikën ujë. Është e ndarë në 2 pjesë. Pjesa e parë fillon nga Goriçani deri te sifoni Gjanicës, është 24 kilometra. Dhe nga sifoni Gjanicës deri në Bestet, 2 kilometra parë se deri dhe Shëndet, është kilometri 24, janë dhe 20 kilometra të tjera, që të dyja bashkë, këto bëjnë 24 kilometra. Krau i majt, që zotronte ndërmarrja e ujrave të Fierit. Krau i djath, neve fillon argjinatura që ku në dek të Quka, si që themi ne, në rrugë në Fierë Shegan, ku është para se të yll, domethënë te ure e Fierë Sheganit, në lumi Vjos, edhe deri në Brësarit është 31.5 kilometra. Argjinaturat janë vepra strategjike, si të tilla dëmtimi i tyre konsiderohet shkelje e rëndë. Dhe të përmbytja do ta kenë ngasmuar se s'ka mundësi kurrën e kurrës që krau i djath ka qenë më i miri nga të tërë, kjo pjesë e Libofsh e kanë mirë mbajtur, nuk ashtu. Nuk e kuptoj dhe kanë parë dhe në telefon. S'ka mundësi, janë të qara, kanë marrë sipërfaqe toke brenda që e kanë punuar, për të tëra marrin ujë nga një pjesë e lumit të vjetër aty, për të arritur, se argjinatura e ka kuotën gati 3 deri në 4 metrë të lartë, është shumë gjigante në krahasim. Plus pasaj dhe ka një kanal paralel që themi Vënjeshi që furnizon, që vjen nga Lushnja. Nuk kupton? Vjen problemi që nuk ka shu, nuk ka mundësi të qahet. Normale nuk do të qahet. Nuk do të qahesh. Pra ndërhyrjet në argjinaturë dhe në shtratin e lumit sjellin këto pasoja për thuar. Sidomos te argjinatura të shtratit e lumit nuk ka probleme, por në argjinaturë po. Në argjinaturë për arsye se argjinatura atëre kishim 13 punëtorë që në të tërë gjatësinë 76 mbanin nga 6 kilometra secilit. Nuk linte Thereck, Gjem pa jo, e priste, e pastronte, e bënte. Neve barin që merresh atëre në muajin prill, ja e merrin në ekonomitë fermat, kooperativat, e merrin për baktit e tyre më, që u duheshin. Nuk ishte këtëm. Edhe ishte gjë e bukur, ishte jeshillëk e tëra. Nuk ishte. Tani, atëre s'lejohesh. Tani e hyn dhel pra çakalli, drejt bëjnë vrima, si kontrollon njeri. Punëtorët i hoqin, sa ndodhi demokracia, ikën punëtorët. Është krimi më i madh. 4 lumenjt që përshkojnë Fierin kanë grykderdhjet në detin Adriatik.
Mes tyre, Semani ka një rrjet të ndërlikuar si bashkimi dy lumenjve Devoll dhe Osum. Në urën e Mbrostarit, ky lum bashkohet me Gjanicën për të kaluar në Libofsh e më pas në Seman. Vjosa është lum i egër që nënkupton se nuk ka hidrocentrale përgjatë rrjedhës. Gjanica buron në Mallakastër, ka një gjatësi të vogël, por duke kaluar përmes Fierit shkakton përmbytje. E Shkumbini në veri të Lushnjës ka shkaktuar vazhdimisht përmbytje në disa fshatra të zonës.